dhe deri dal u bë klientelisht. Ata u shkëputën nga ajo. Në 2005-ën konkuruan dhe ishin një faktori pse PD-ja fitoi në 2005-ën. Po të kishte qenë LSI bashkë me PS-n, ajo pjesë e PS-s u largua në PS në 2005-ën, prap nuk fitonte PD-ja. Dhe në 2008-ën u bën ndryshime kushtetuese pikërisht për ta zhdukur LSI-n. Dhe LSI-ja në 2008-ën ishte një parti e cila po luftonte duopolin e partive të mëdha. Pra, deri në 2009-ën LSI ishte një parti e majt me ideale, po themi, të pastërtisë, të një qeverisje më të mirë etj. Nga 2009 e mbrapa, LSI-ja kaloi në një parti, po themi, klienteliste. Për këtë jemi koshent gjithë. Mënyrën se si i mblidhe votat, mënyrën se si i humbi idealizmi. Dhe dal nga 2009 deri në 2021-shin, ky klientelizëm ishte shumë i qartë në LSI. Dhe ky klientelizëm mori fund sepse u shpërndan për shkak të faktit që nuk morën ato që nuk morën në 2021-shin dhe që kanë që në 2017 që janë në opozit. Janë 8 vite në opozit, për një parti klienteliste pa ideale është shumë e vështirë. Do shpërndahen, do kërkojnë patronazhistët, qoftë në APS-ja, qoftë në PSD-ja, përgjithsisht duke parë që PD-ja ishte forcë humbse. Dhe kjo ishte më së e qartë në faktin që në qoftë se ata do ishin me PD-n, Ilir Meta zgjedhjet e kaluara ka pasur rreth 30.000 vota në Tiranë, normalisht të paktën duhet merrte 20.000, nëse ata kanë qëndruar me PD-n. Po fakti që ata kanë mbratisur dhe kryetarin e tyre tregon që ata nuk janë me PD-n. Dhe kanë ikur drejtim partive tjera. Po për vetë mënyrën si janë klientelist, dy parti që mund t'i kapin në këtë drejtim janë PS-ja edhe PSD-ja. Për vetë faktin që janë parti të cilat mendoheshin që do fitonin zgjedhjet ose do ishin në anën e fituesve. Dhe për i mentalitet klientelisti, ishte më thjesht shkojë me ata se sa të shkoje me një palë humbse, siç mund të ishin po themi PD-ja ose me një parti të reja të cilat prap do ishin palë humbse dhe që nuk i lidhte asnjë idealizëm dhe asnjë gjë. Endri, dhe diçka të fundit kam me këtë situatë që ju paraqitët në analizën tuaj, çfarë do ndodh në 4 vitet që po vinë, sepse pesha opozitës e diskutuam. Tani bie pesha e deputetit me këto numra që janë, bie pesha e ndikimit e medias pra rëndësisë për qeverinë, bie pesha edhe akuzave të opozitës për bandat, edhe e oligarkëve, pra mos nuk i duhet asnjë nga këta gjithë. Ramës i duhet që të vinë çdo 4 vjet një herë që të marri po themi një vul nga populli për të vazhduar. Kështu që e para punës njërë, opozita duhet kuptoj një gjë. Kemi rastin e Tiranës, e Bashkisë Tiranë, në cilën nuk mund vazhdoj për shumë kohë pa kryetar dhe normalisht do ketë ndonjë shkarkim dhe bërje zgjedhjesh për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Këto më duken si zgjedhjet e Korçës mas 2013 ndoshta. Dhe do ketë një të tillë, do të thonë se kjo mund të jetë një, po themi, betejë tjetër përpara se të përplasësh për zgjedhjet lokale që janë në 2027 dhe pastaj për betejën tjetër që është në 2029. Pra do kesh betejë të tilla të vogla përpara se të shkosh në 2029. Ajo që unë shikoj ose që më bën pesimist për PD-n është fakti që Berisha, domethënë ata që janë deputet në PD tani janë që të gjithë deputet të listave të mbyllura. Mund të jetë një në Tiranë dhe një në Shkodër. Me shumë si pra Barsfahia me Ali Mehmetin ose Tabakun. Pra mund të jenë 2 dhe gjithë të tjerët janë deputet të listave të mbyllura, në të cilën Berisha ka futur besnikët e vet, ata që janë berishistët. Problemi kush është? Problemi është fakti që këta njerëz edhe sikur vetë PD-ja të thotë
largohuni, ata janë deputet, po nuk dhanë dorëheqjen vetë. Janë dhe drejtues, sekretar organizativ, sekretar andej këtej, në kryesie, bla, dhe ti e ke të vështirë ti heqësh të gjithë. Sepse ja dhe, po themi, i hoqin në rolet në parti, ata do vazhdojnë të jenë në parlament. Ti si PD, me kë do përfaqësohesh në parlament? Nëse ti, siç e thon Tiranë, i bën lanet gjithë ata aty. Dhe thua nuk janë më pjesë e PD-s. Me këtë do të vazhdosh luftën politike në parlament, kur ti nuk ke asnjë zë në parlament. Dhe kjo e bën jashtëzakonisht të vështirë. Unë situatën e PD-s e shikoj realisht shumë të vështirë. E para një sepse Berisha nuk do ta lëshoj. Dhe të gjithë ata që shkojnë brapa ti normalisht nuk e lëshojnë. Plus edhe për ego personale, siç mund të thotë për shembull zoti Nota, mund të thotë pse ta japun dorëheqjen dhe të futet njëri në listë të hapur. Unë kam kaq vite në PD. Është ego personale fundi, domethënë që ndikon shumë. Dhe këta njerëz do qëndrojnë aty në ato poste që kanë dhe do ta bëjnë ty të pamundur që ti të dalësh në përballjen tjetër elektorale si një forcë që ka reflektuar mbi mesazhin që mori tani. Pra ju keni shpresë as te Bardhi, as te Gjekmarkaj. Po ata janë irrelevant. Ata po të kishin qenë kaq, po themi, kaq të mirë ose kaq po themi kaq të zotët për të mbledhur votat e veta, mund të kishin qëndruar me Ali Bejën, edhe mund të kishin qëndruar me, po themi, me Lulzim Bashën. Aq më tepër me atë rezultat që mori dhe Bardhi në Fier. Po, tregon që janë irrelevant nga ana politike, janë relevant sepse kanë qenë personazhe të cilat janë katapultuar pa pasur një influencë në popull. Pra, është ndryshe kur ti je një personazh i cili je votuar, je një personazh i njohur, ke një reputacion, etj, dhe je i njohur nga populli i zonës fundit, e kupton? Sesa kur ti je një personazh që më dukesh mua të çuni mirë dhe hajde me mua te partia ime. Këta njerëz janë katapultuar aty nga Basha në përpjekje për të zëvendësuar berishistët dhe nuk kanë pasur impakt, domethënë atë shtrirje elektorale siç po ta kenë pasur të tjerët, që cilët kanë qenë dhe pushtetar në PD. E kanë kontribuar për vite në PD dhe prap po të dalin marrin më shumë vota. Pse? Sepse janë bërë dikushi duke luftuar. Këta nuk janë bërë dikushi duke luftuar, këta janë bërë dikushi sepse u futën, u atashuan. E kupton? Kështu që ata janë irrelevant nga ana elektorale. Dhe më e keqja që mësoj një pikë tjetër për PD-n, problemi kush është i PD-s që shoh është fakti që PD-ja është kthyer në një parti burokratike. I ka zhdukur ata që janë faktor vendas. Në kuptimin që nuk e pse shkon Gazbardhin, ta çosh Gazbardhin në Fier. Ç'a lidh Gazbardhin me Fier? Nuk ishte ti një djalë Fierak aty në strukturat e PD-s Fier? Ndoshta që me këtë skenarin pas për t'i mbyll gojën tani ose Luciano Boçin në Çeçoj Shkodër, që s'ka lidhje. Po pse më nuk ka, ishte kompliku në Shkodër, domethënë e çun goxha i mirë. Pse nuk vë atë në listë mbyllur? Që të ndihmonte njerëzit, po vë një që s'ka lidhje. Dhe po ta vësh re, për shembull, më bëri përshtypje, në Tiranë ishte Basha, ai Basha, ai që është me PS-n tashmë. Po, dhe në Kamës, sekretari i partisë. Po, dhe në Kamës dhe në Kamës dhe Paskuqan ku ishte, dhe ai është faktor lokal. Ai ka lëvizur votat. Është vetëm një zonë ku PS-ja ka rekuperuar në Tiranë. Ndërkohë që nuk ka rekuperuar në asnjë pjesë tjetër të qytetit, bashkisë po flas, është në rënje, është vetëm një zonë Paskuqani dhe Kamta ku ai ka qenë i deleguar që të ishte një personazh, po themi,
që krijon vota, që mbledh vota. E kupton? Pra në këtë moment kur është një personazh i cili mbledh vota dhe është në terren, PS-ja e njeh këtë merit dhe e merr, ndërkohë që PD-ja nuk i merr, PD-ja i delegon nga Tirana, i merr, i çon atje dhe nuk kanë as impakt në terren. Domethënë, unë shikoj PD-n aq të pamundur për të reformuar sa është, po themi, nuk e di, jam shumë pesimist, domethënë, paktën për mënyrën se po shkojnë gjërat. Gjithmonë mund të presim në mrekulli, po. Me atë që kuptova, shpresa nuk mund të projektohet tek PD-ja për zgjedhjet e ardhshme. Me këtë lidership. Dhe në qoftë se vazhdojnë në këtë mënyrë, do atrofizohen dhe do fuqizohen partitë e tjera, duke filluar nga Partia Mundësia, duke filluar nga këto të tjerat, edhe është një diçka e cila ka për të huashur. Ka për të paktën mbase PD-ja ka mbyllur ciklin e vet, mbase është një parti e cila është kthyer në një diçka e cila nuk mund të ofrojë asgjë këtij populli përveç një modeli Berishis, i cili është i ngjashëm me Berisin dikur. Dhe mbase është drejt që ta mbyllë ciklin. Endri, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit.